Interesimi për rezervime për të kaluar festat e fundvitit në Hotel Golden Palace në Shkodër është rritur ndjeshëm. Menaxherja e hotelit Edona Hajdari thotë se përgatitjet kanë nisur prej javësh dhe se fluksi i klientëve është shumë i madh krahasuar me vitin e kaluar. Rezervimet për festën e Krishtlindjeve dhe natën e ndërimit të viteve kanë nisur që në muajin nëntor, megjithatë ka edhe shumë klientë që prenotojnë në ditët e fundit, veçanërisht emigrantë që kthehen në Shqipëri. Sa i përket pjesës së ndërrimit të viteve, kemi marrë mjaft rezervime, duke filluar që nga fillimi i këtij muaji, nga ditët e para të dhjetorit, kemi pasur mjaft interes nga klientët, duke pas parasysh se çdo vit tashmë po bëjmë organizime të ndryshme për sa i përket datës 31 dhjetor. Dhe siç e dim, shumë persona gjithashtu e lëjnë edhe për moment të fundit në fakt, por ka pasur interes që muajin e kaluar. Po interesohen qysh më herët. Se në fakt vitin e kaluar janë interesuar ditët e fundit, pasi shumë janë edhe imigrantë dhe vinë ditët e fundit para Krishtlindjeve për t'i kaluar këtu, kështu që por këtë vit janë duke u interesuar që më herët. Edona thekson se gjithashtu interesimi këtë vit ka ardhur jo vetëm nga qytetarët shkodran, por edhe nga qytetet e tjera, po ashtu nuk kanë munguar as turistët e huaj. Në krahasim me vitin e kaluar, në fakt këtë vit po shohim më shumë interes, por duke marrë parasysh që vitin e kaluar ne kemi pasur, edhe pse nata e ndërrimit të viteve, kemi pasur edhe një grup gjermansh që kanë qenë pranë ambienteve tona dhe kanë festuar këtu me ne. Dhe jemi munduar t'i përshtatemi në fakt edhe vendit të tyre, duke u përfshirë edhe duke vendosur një muzikë si përshëndetje. Nga qytetet e tjera, ato janë më të interesuar për gjithë paketën, që përfshin edhe akomodimin dhe darkën festive, ndërsa për pjesën e Shkodrës normalisht janë më të interesuar për sa i përket darkës festive, për të konsumuar darkën e ndërrimit të viteve këtu tek ne. Ajo i fton të gjithë ata që duan të kalojnë një natë të veçantë, plot atmosferë, muzikë dhe shërbim cilësor, që të zgjedhin Golden Palace për festat e fundvitit. Me këtë rast duhet të ftoj të gjithë qytetarët shkodran që të vinë dhe jo vetëm, që të vinë dhe të festojnë këtu natën e ndërrimit të viteve, pasi do gjejnë një atmosferë festive të mrekullueshme dhe do ja kalojnë shumë bukur. Po, muzika do jetë e përzgjedhur, duke përfshirë muzikën shkodrane, me patjetër dhe muzikën moderne për t'ju përmbushur dëshirave të gjithë klientëve. Ofrojmë klientët do gjejnë, domethënë, komoditetin, luksin, mikpritjen, dhe për të gjithë klientët që dojnë të ndihen mirë, të kalojnë një natë të ndërrimit të viteve të paharrueshme, i ftoj që të vinë. Me përgatitje të plota, staf të dedikuar dhe atmosferë festive, Golden Palace është gati të mirëpres të gjithë vizitorët në këtë sezon të veçantë.